ky mund të jetë vetë transferimi më i çuditshëm në histori të futbollit. Hyun Jung-suk luante në Kore si sulmues, i panjohur dhe pa paraqitje briliante. Futbollist i ri, por me ëndra të mëdha. Ëndra e tij kryesore ishte të luante në Evropë dhe për këtë ai mori një vendim dhe një lëvizje shumë të guximshme. Në vitin 2009, pa u skautuar dhe pa pritur menaxher, ai hipi në aeroplan dhe mori një biletë për në Holandë. Nga aty ai shkoi drejt për drejt te dyert e qendrës stërvitore të Ajax. Ai pyeti nëse mund të stërvitej dhe të bënte prova me ekipin. Fillimisht normalisht klubi refuzoi, por ai nuk u dorëzua dhe u kthye disa herë, derisa Ajax u dorëzua dhe e pranoi në prova. Por këtë nuk mbaron gjithçka. Ai arriti të bindë stafin teknik për aftësitë e tij dhe klubi nënshkroi kontratë me të për 1 vit e gjysmë. Edhe pse luajti vetëm 5 ndeshje me Ajaxin, ku shënoi edhe gol, ai arriti të ndërtonte një karrierë të mirë. Huk luajti për klube si Porto, Groningen, Vitoria Setubal, Troje dhe Trabzonspor. Ai ka edhe 15 paraqitje dhe 5 gola për kombëtarin e tij. Suk ende vazhdon të luajë në Korenë e Jugut.